Miq, do të flasim për një lajm që ka qenë kryefjalë ditën e sotme. Prokuroria e Përgjithshme pas më shumë se gati 20 muajsh hetime administrativ ka zbuluar duke dërguar dosjen Këshillit Lartë Gjyqësor për gjyqtaren Irena Gjoka, brenda së cilës ndodhet fakti që ka qenë dënuar në Greqi, por këtë dënim nuk e ka deklaruar, pra në mos gaboj një dënim për falsifikim vize, që dënimi më pas është konvertuar në një shumë të caktuar në euro, pra nga burg në euro, por që nuk u ekzekutua asnjëherë pra ky vendim i vitit 2005. Ndërkohë Partia Demokratike ka kërkuar me shpejtësi SPAK-ut hetimin e saj për këtë që e cilëson fshehje dhe për faktin që kjo gjyqtare, pra Irena Gjoka, ka në dorë 3 dosje mjaft të rëndësishme të liderëve të opozitës, Sali Berisha, Alir Meta dhe Fatmir Mediu. Por a cënon kjo drejtësinë apo jo? Ky vendim që u zbulua sot, për këtë do të flasim me avokatin Duaj Pietra. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje juve. Avokat, ky vendim që u zbulua, pra që kjo fshehje që rezulton dhe tashmë që i ndodhet në dorë të KLG-s për të vendosur. Ju si mendoni vendimi që do marrë KLG-ja do ta cënoj, por edhe fakti që kjo që u zbulua do ta cënoj drejtësinë e re? Tani do të them një gjë që shpeshherë njerëzit dhe qytetarët edhe intelektualt keq kuptohen. Tani marrin një shembull. Unë kam vrarë një njeri dhe gjykatësi që do i përballen me te, ka bëj vepër penale X. Qa e ndryshon vendimin tim? Unë e kam bërë vepër penale. Çfarë e ndryshon, pra çfarë ndikon në këtë fushë? Problemi i gjyqtarit ka qenë apo s'ka qenë, apo ka bërë deklarim apo s'ka bërë deklarim. Logjika e parë. Logjika e dytë, ne e dimë shumë mirë gjithë shqiptarët që kanë vujt dhe shteti i cili i ka bë me detyrim ndryshimin e emrave nga musliman katolik e ç'as ka bë që i ka diskriminu shqiptarët ka qenë Greku. Tani çfarë ka ndodhur? Në të vërtetë nuk e di unë historinë e tyre, por që ka ndodhur me gjithë shqiptarët se jam pjesë e këtyre dhe një qytetar ka marrë për shembull me kalu marrë për shembull kufirin. Ka bën një deklarim, ka paraqit një pasaportë ose diçka ndryshe. Nuk ka kalu. Edhe shteti jonë sot, por edhe Greqia fillojnë procedim penal ose administrativ, varet si don. Dhe përmes më u marr personi, unë për shembull, i jap një prokur, një avokati që të merret me këtë çështje. Avokati ja jep një avokatit grek, sepse i vetmi shtetë në botë që ekziston është Greqia, që nuk prenon vetëm avokat e vet. Dhe pse e bën këtë ajo Greqia? E bën vetëm për diskriminu figurat shqiptare. Dhe ai kryen veprimet atje, por nuk i njofton palë çfarë ka ndodhur në të vërtetë. Me nofta i ka dalë edhe një vendim, po themi siç ka qenë ai me dënim me xhop, por ama ai ka marrë dhe lek me pagu xhopën dhe me nofta nuk e ka pagu. Çka do thotë që çfarë detyrimi ka personi në Shqipëri tani për këtë fakt? Vërtet kjo amorale, po jo ligjore, as ka lidhje fare ligjore. Por opozita thotë që ju thatë që nuk e ndryshon faktin kjo gjë, por opozita thotë që zona Gjoka është peng për këtë që sipas saj e mban qeveria me këtë të vërtet me këtë dosje, duke detyruar që të fusë në burg liderët e opozitës. Po çfarë do thotë ndrysh opozita? Opozita deri dje thoshte që Trumpi do vinë me helikopter e me marrë Tiranën me çu në Amerikë. Tani ndodhi ndryshe. Trumpi erdhi, bani ftesën më njerëzore se s'ka. Pra të që ne gjojmë ne opozitën, ose personat që janë implikuar me vepra penale, po jo më zoti, kurrën e kurrës. Nuk e shteti kështu, pra ne e kemi ne të keqen nga brenda. Këta kujtojnë se nëpërmjet marrjes masave se ti më dënove dhe unë du se s'ban ty me të marrë hakut. Jo, nuk funksionon kështu jeta. Dhe është gabim i madh. Po edhe këtë gjë çdo lloj veprimi që të marr, bën gabim nëse ajo merr një vendim kundër gjyqtarës. Nëse do themi që gjyqtarja nuk e ka bërë këtë deklarim, po nuk ka pas djeni, po ta themellon që s'ka pas djeni se s'kan djeni asnjë shqiptar për veprat penale që bëhen atje. Dhe si mund ta deklarote një rast tillë? Ndërsa tani mbrapa që është vend djeni, është diçka morale, po jo s'është ligjore. S'ka lidhje fare.
Pra sepse për të analizuar edhe prokuroria edhe kushdo një fakt të tillë, vërtetohet 100% që nuk ka pas dieni. Kjo është arsyeja. Po nuk jemi te një vepër penale të kryer që pavarësisht se ti nuk e dieni duhet të dënohesh, po nuk ka vepër penale, ajo është thjesht një dokument. Po për një gjë tjetër që të them unë. Unë kam punuar në institucionet e shtetit shqiptar. Dhe kur shkonim në Greqi ose për të marrë një vizë, nuk shkonim asnjë specialist të interesuarit. Shefi i kabinetit mbledhte gjithë pasaportat, mbledhte gjithë dokumentat, i çote në ambasadë dhe merrte vizat dhe i sillte. Edhe këtu mund të bën gabime sa dush, dhe ka pas gabime sa dush. Po tani ne do marrim përgjegjësi për gabimet e palëve të tjera? Jo. Dhe në këtë rast është edhe ajo vetë gjyqtarja. Pra për në gjykimin tuaj nuk duhet që të ndryshojë asnjë gjë, të krejgjat asnjë vendim, por edhe vetë gjyqtarja pra nuk duhet që të heqë dorë nga proceset ai qoftë moralisht. Ka lidhje fare, mos ka lidhje fare, nuk ka, është turpi i botës të diskutojmë të gjana sot. Për në këtë situatë, atjetër gjë politike bëjnë çfarë don, por ama ligjore nuk kemi asnjë gjë. Ligjërisht. Ka ndonjë mundësi që kjo të çohet te institucione të tjera ndërkohë gjykata ka fjalën e Strasburgut apo nuk? Ç'lidhje ka e bën? E kuptoni çfarë gabimesh bajnë njerëzit? Merren me këto gjëna idiotëqe. Nuk kanë lidhje fare, pra, nuk ka lidhje fare që të merren mas për një rast të kësaj natyre, si edhe me pa vrarë njërin para 20 sa vitesh, sot je i lirë. Pra çdo gjë në këtë rast është mul. Është tjetër gjë që asaj i ka met një gjë morale, po jo ligjore, në asnjë mënyrë ligjore nuk ka. Avokat, edhe diçka te kjo çështje vet, duke qenë se ka 2 vite kjo çështje që është në tryezat mediatike, debatet, Berisha sa herë shkon në SPAK, a mundet që brenda këtyre 2 viteve, përpara se ditë prokuroria e përgjithshme në një konkluzion, kishte vetë zona Gjoka që mund kishte bërë kërkesën te autoritetet greke për të mësuar gjendjen e saj nëse ka qenë e dënuar apo jo dhe të vendosen ndjen institucione që kjo është e vërteta, pas kësaj indicie unë tani e mora vesh. Po pse nuk e ka bëhu ti? Nuk e di. Po informacionin e ka marrë nëpërmjet avokatëve. Dhe mund të jetë kjo që avokati që mund ta ketë pas në atë kohë, edhe mund të ketë në rrujet. Nuk u dim ne. E kupton? Ose nuk është më avokat. Pra sepse nuk ka kjo i ka dhënë një prokuror, një avokatit grek vetë. Kjo i ka dhënë autorizim një avokatit shqiptar, që avokati shqiptar i ka dhënë gjitha kompetencat për të caktuar një avokat greqi. Dhe në këtë rast ai nuk ka asnjë informacion në lidhje me këtë, se janë 20 vjet, 20 sa vite. Pra nuk ka sens, e kupton. Por ama këta mundohen që nëpërmjet këtyre grënçave me gjetë diçka që ne jena të papa, deli papa ishim nëse ajo gjyqtarja. Marrim një shembull, sa ata thonë që është shpejt. Po pra, po kjo gjyqtare që ka dhënë masën e sigurimit, nuk është më gjyqtare e themelit. Pra nuk ka si me kenë, se nuk e lejon ligji. Pra ka humbë forcë, ajo ka dhënë vendimin për Sali Berishën. Nuk ka lidhje më fare. Është miratuar me një treshë në gjykatën e apelit. Pra ajo është sfajsu komplet për sa i përket anës ligjore. Nuk është më kompetencë e saj fare me bë asnjë lloj ndryshimi më. Sa është vendimi metën fuqi nga gjykata e apelit. Dhe kështu funksionon. Po ata nuk duhet me ditë kur është problemi për punën e tyre ç'as bëjnë. Kur është problemi për kundërshtarët, ma ne i fillojnë e bëjnë filma gjana. Pra më duket një kërkim outkrejt, nuk ka lidhje fare me këtë. Avokat, më lejoni që me qemi këtë bisedë, do marrë vendimin tuaj edhe për 2 çështje tjera të nxehta këto 2 ditë. E para është nesër që kemi për vjetorin e 21 janarit, 15 vite. Mendoni që duke qenë se kjo çështje tani është humor në hetim nga SPAK-u, kemi parë edhe zyrtarë të lartë aty që kanë qenë për të dëshmuar të asaj kohe nga presidenti, kryeministri e tjerë. Mendoni që do të dalë në një përfundim? Tani këtu në Shqipëri ndodh gjithçka. Por duhet kuptojnë që vendimet e formës prerë nuk kanë pse të diskutohen. Nëse do diskutojnë vendimet e formës prerë, atëherë Shqipëria nuk ka më drejtësi fare, nuk ka garanci në drejtësi.
Çka do thotë që është dhënë i vendimi herë. I mirë e i keq është dhënë. Tani si mund i kthehemi një vendimit, të prishim vendimet Po tani ka dalë një video me audio më saktë, një audio. Po s'ka rëndësi më fare, do 20.000 video dalin. Ato i vend lëvizje vetëm personi i cili është akuzuar për dënimin e tij në atë kohë. Nuk ka çfarë don prokuroria e gjykata. Këta nuk e kuptojnë sensin ligjor. Ligji thot që pra për veprat penale të cilën je dënuar herë, nuk mund të dënohesh më. S'ke pse. Po shpresa atyre që kanë kallëzuar është ndoshta mos shkoj te zyrtarët e lartë, te Basha, Berisha. Për urdhën. Po kanë pas kohën e mjaftueshme. Ti e ke për shembull, nëse di disa shtete edhe në Amerikë, nëse për 10 orë nuk të kap kush, ti i shpëton. Po atje nuk i shpëton dot se të kapin. Pra mekanizmi i kapjes pas një vepre penale është shumë i shpejt. Tani ti thu para 15 vjetë ka ndodhur një diçka. Dhe në atë moment që ka ndodhur diçka, do thotë që është qërtu, kanë ardhur ekspertat, kanë marrë ekspertat huj, kanë dhënë vendimet. Tani ç'a mund themi ne sot nëse prishet ky vendim? Ç'a mund themi? Pra, mund themi si ne e kemi jetën rrezik nga gjithmonë. Është konsom politik pra, po thoni. Po, nuk ka lidhje fare se kushtetuta e Shqipërisë, çdo kushtetutë në botë e ka përcaktuar. Pra, për një çështje nuk mund të dënosh 2 herë. Edhe nëse dalin 100.000 tjerë, është mbyll çështja. Duhet konsiderohet sipas kodit, prandaj thamun që unë nuk jam me mbrojt as majtit as djatit. Zbatoni kodin e procedurës penale ashtu siç e keni miratuar dhe siç e keni në ligj. Ka çfarë situata? Nuk ke pse ti kërkon se tani nuk më pëlqen mua ai dhe do bëjmë disa tjetër. Jo, nuk funksionon kështu. Ne kështu jemi të rrezikuar gjithmonë. Avokat, një tjetër çështje është në 22 janar do fitojnë në gjykimin tuaj ekzekutivi, pra kryeministri që ka iniciuar çështjen, apo SPAK-u në gjykatë kushtetuese për kompetenca, për pezullimin e një antari të kabinetit, në këtë rast të zonjës Balluku. Sipas vendimit tem nuk ka përshkruar se do ndryshojë qeveria para se të jepet vendimi. Keni planin para se të brenda këtyre javëve? Po, dhe para se të jepet ai vendim, do të ndryshojnë qeveria dhe do jetë pa themel pastaj. Nuk ka çfarë gjykon. Nëse Belinda Balluku largohet me ndryshimet në qeveri, ajo nuk ka çfarë diskuton më. E kupton? Mund të jetë në një ministri tjetër, mund mos jetë ministri fare, mund të jetë në deputete, pra çfarë ndryshon? Dhe për këtë arsye unë mendoj që jemi këtu. Dhe nëse do themi edhe studentat e juridikut vitit parë e kuptojnë se çfarë do thot të prekun prokuroria, drejtësia në kundër ligjit të qeverisjes vendore. Pra si mundet kur nuk e ke asnjë paragraf që thot prokuroria pezulloni. Nuk e ka, arreston po. Merre më arrestoj e bën çfarë dush, po jo pezullim. Po kush jeti që pezullon qeverinë, më zotëri? Po është nonsens. Nuk funksionon. Pra, për i këtë të jetë me 100% që nuk ka asnjë të drejtë, as kërkush që të pezulloj zëvendës kryeministrin e kryeministrin me radhë. Avokate, kishit informacion, indicje, rrjedhë logjike të analizës tuaj, atë që mendoni që kryeministri do ndryshojë qeverinë? E do largohet Balluku? Unë e di që para vitit ri që do bëhen lëvizje në qeveri. As më tepër që kryeministri e deklaroi që do ketë ndryshime në qeveri. Sapo të mbledhin Partinë Socialiste, automatikisht që do ketë ndryshime. Tani ja heq Ballukun, nuk e di, por ama që ndryshime ka. Dhe logjika të çon në këtë pikë. Që gjatë ndryshimeve mund preket dhe mund të asjetë edhe Balluku. E veti mekanizëm. Po jo se mund të heqin dorë, se ka bëj gjë, jo se mund të heqin Rama, e bëjnë 2, por ama mund të ketë ndryshime për faktin që tani Bilar është më i fortë se kur. Ashtu e ka gjithmonë. Po.
Avokat, faleminderit shumë për analizën, por edhe për informacionet. Faleminderit juve.